Një aksident i rënd rrugor me pasojë humbjen e 3 jetëve njerëzore ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Gjirokastër-Tepelen në vendin e quajtur Bypass. 2 automjete janë përplasur fort me njëra tjetrën, duke shkaktuar një bilanc tragjik që ka shënuar ditën e parë të vitit 2026. Ngjarja ndodhi rreth orës 3:18. Automjeti me drejtues shtetasin Martin Dulaj, 25 vjeç, banues në Tepelen, është përplasur me automjetin që drejtohej nga shtetasi Klejdi Myftari, 24 vjeç, banues në Tepelen. Si pasojë e aksidentit, kanë humbur jetën 2 drejtuesit e automjeteve, pasagjeri shtetasi Angelo Ruçi, 27 vjeç, banues në Tepelen, si dhe ka mbetur e dëmtuar shtetasja Arsida Demiri, 19 vjeçe, banuese në Delvin, e cila ndodhet në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa qarkullimi në këtë segment rrugor është kryer për disa orë me vështirësi.